Jemi në aeroport, diku këtu mbaron ky udhëtimi në Itali, por do vazhdojmë me Shqipërinë, sepse po rikthehemi mbrapsht në Tiranë, edhe diku atje do ndajnë rrugët tonë me çunin misterioz. Unë do ri me mamin e babin në Tiranë, se kanë mbajtur edhe ata në Shqipëri për pushimet, dhe çuni misterioz do kthehet në Athinë me prindrit e vet, sepse punon nesër. Ç'a të bëjmë? Kështu është jeta. Nga ora 6 e mbasditës arrim sot, edhe do vi babka të më marr nga aeroporti. Kaluam super bukur në Itali, edhe u kënaqa. Ndjem që u ngopa me këtë udhëtimin, sepse vërtet bërëm shumë gjëra, edhe pam disa vende që nuk i kishim parë, edhe u shlodhëm, sepse ndetëm një ditë të tërë në hotel, edhe atë ditën ishte qetësi total. Thjesht rinim në spa, hëngrëm bukë, nxorëm foto, rehat aman. Ndjem që më ka mbushur shumë me energji ky udhëtimi, por tani ndjem që në mëngjes, do me thënë që u zjova, që më ka zënë pak fyti, më ka zënë pak hunda, më ka zënë pak koka, edhe këto nuk janë shenja të mira, sepse neve kemi punë këtë ditë, nuk mundem, nuk kam kohë të sëmurem, sepse do kthehem në Shqipëri, do rim një ditë atje, pastaj do kthehemi në Athinë, pastaj duhet të editoj këtë vlogun që shikoni juve, ta postoj, edhe pastaj duhet të filloj të bëjmë gati për bazarin që do bëjmë në Shqipëri bashkë me motrën, edhe duhet të bëj gati edhe robat e mia, sepse te bazari do keni edhe nga robat e mia të shikoni, të zgjidhni, po doni diçka të mirëni të blini, edhe të vini edhe të na shikoni, të kalojmë bukur të gjithë bashk. Në përgjithësi nuk dua të sëmurem, atje desha të përfundoj me gjithë këtë që thash. Shpresoj të kem fat në këtë jetë. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim, unë jam Elana. Sot kemi një vlog të ri, edhe jam në Tiranë, te shtëpia jonë, në Shqipëri. Kam këtu edhe mamkën që po han në këtë moment, edhe babin i cili është andej, edhe është dita ime e parë në Tiranë. Nesër ikim, dje arrita në darkë, edhe sot tham, me që kemi një ditë bosh. Babi kishte të bante dhëmbët sot, nuk i bëri, kishte të nxirrte një dhëmball, do e bëj në behar, prandaj kemi kohë të lirë. Edhe tham, pse jo, të shkojmë një xhiro. Edhe plani tani është të shkojmë një xhiro në Krujë, që nuk kemi vajtur ndonjëherë. Kishte vajtur motra ime para disa vitesh, nuk e mbaj mend, edhe na kishte thënë që ishte edhe shumë bukur. Edhe tham, pse jo, të shkojmë një xhiro ta shikojmë. Kështu që duhet të bëhemi gati, të përgatisim veten. Unë ndërkohë jam pak si e sëmurkë, ja edhe babi. Kam hundën, kam pak grykën, po në përgjithësi jam okej. Unë mbredh barabart, nuk e kam probleme, edhe me temperaturë të jem, po të më thuash mua të dal, se kam problem. Atëherë, jam gati, jam veshur, shumë thjesht, një palxhinkse edhe një bluzkë të zezë pa mëngë. Kam vënë edhe këtë trikjen nga lart që të mos kem ftohtë, tani për tani, se pastaj më duket do ketë edhe diell. Është super vap në Tiranë, unë nuk e prisja. Besoj që do bënte ftohtë, por jo, më duket është edhe më ngrohtë akoma se sa Athina. Edhe jam veshur kaq thjesht sepse nuk kisha diçka tjetër të vesh. Sepse në Itali unë vajta me këtë çantën e shpinës. Edhe mami këtu për në Shqipëri, me që doria veç një ditë, nuk po kishte marrë ndonjë robë kështu të bukur, wow. Edhe më mori këto të thjeshtat, këto vesha, s'ka gjë, për herë të parë do shkoj diku edhe do jem super e thjeshtë e veshur. Gjithmonë vesh ndonjë fustanka, ndonjë paltaka, sot rehat. Ohoho. Ja edhe mamka është gati, ka veshur këtë setin të bukur që ja blevi motra nga Shini. Gjingse poshtë, gjingse lartë, na ka çmendur me këtë bukurinë, me këtë stilin që ka. Te çanta e mamit kam vënë brenda edhe këto, byreçka me spinaq, se nuk kam ngrënë mëngjes, na i mori babi me mëngjes, po un piva kafe. Edhe tani ka filluar po më hajt, i mora me vete. Ti kem në makinë. Gjë nuk më ka munguar këtu në Tiranë, ky trafiku i vapar. Edhe, unë kam një pyetje t'ju bëj. Ora tani është 11 e mëngjesit, okej. Edhe
Është ditë brenda javës. Çfarë ditë është sot? E martë. Edhe pyetja ime është, njerëzit nuk punojnë, sepse edhe në Athinë kemi trafik në këto rrugët e mëdha, por kemi trafik në orën 8 e mëngjesit deri 9 që shkojnë njerëzit në punë, edhe pastaj fillon prap trafiku nga ora 3-4 që ikën njerëzit nga puna. Në Tiranë, pse ka trafik gjithë ditën? Domethënë punojnë njerëzit. Çfarë bëjnë? Nuk e kuptoj. Nuk e di. Punojnë shofere. Punojnë shofera të gjithë. Nuk ekziston punë tjetër. Shofera. Është shumë bukur këtu, shumë po më pëlqen. Nuk kemi arritur akoma te Kalaja, po bëjmë xhiro këtu që janë dyqanet e pazari. Mami mua shumë pëlqen këto gjithë tasat me dru që i kanë bërë. Punimet e drurit. Shumë më pëlqen. Para se të ikim do marrim një për në shtëpi. Mirë, në një dru po tjetë kështu. Të mund të trano njërë me drurin. Po, hajtë shkojmë kalatën. Si për kapelat e partizanëve. Ja na thuaj ma, qa gjete, qa pe? Pash djepat që na vini kur ishim të vegjel. Këtu vinim kalamaj të vegjel që tundim. Ne, këtu kanë vën tani elmetat e gjermanëve, kanë vën maskat. Unë baj mund kur e tund një motrën time të vogël, që e bëj një kokën dhallë. E çonja po spushon të skjari edhe çonja kështu, derisa binte poshtë tripi. Bravo, Mirja bëre. Për shtypjet e tua përkrujen. Shumë bukur. Më pëlqen deri tani, shumë më ka pëlqyer. Edhe gjërat që kanë nëpër dyqane, tani atë i thash mamit më ka kapur ajo mania vetëm të ble. Po shikoj shalle, po shikoj gjëra kot, mundem t'i gjej në çdo vend. Thjesht tani shikoj tani të gjitha këtu të mbledhura dhe duhet të ble të gjitha. Brenda në Kala, që është muzeum, edhe porim po lexojmë, po shohim për historinë. Sa kushtoi bileta babi për person? Për person 5.000 lekë. 5.000 lekë, 5.000 lekë person. Për studentët ishte 70% ulje, 2.000. 2.000 lekë për student. 1.500. Okej. Ikëm nga muzeumi edhe erdhëm direkt të hajmë, sepse deshim të bëjmë një xhiro në pazar, deshim të bëjmë ndonjë foto, por nuk arritëm, sepse na u prish koha, nuk na mbajti sot koha. Ka filluar edhe po bjen bubulli, edhe tani për pak do filloj edhe shiu. Po bubulli dhe shkrepti. Edhe shkrepti. Bëjmë një pushim të hajmë, shpresojmë kur të mbarojmë ushimin të mos bie shi që të bëjmë një xhiro edhe në pazar. Mami, porositi tapkosi se i kishte munguar. Ndërkohë unë që po haj patate të skuqura me xaxhiq. I kanë munguar. Shumë. Ikëm nga restoranti edhe ka filluar shiu. Ne ndërkohë po ecim në pazar, sepse prandaj erdha këtu. Të shikoj vendin. Ndriçimi është keq fare, më falni, po s'kam që të bëj këtë ndriçim kemi në këtë shtëpi në Tiranë. Unë jam mësuar te shtëpia ime në Greqi, në Athinë, që ka në çdo cep kemi dritë në pasir, dritë lart, dritë normale nga jashtë. Tani këtu punojmë me këtë që kemi. Sa u zgjova. U kthem që parë në shtëpi nga kryja, edhe sa u futëm brenda të gjithë ushtrim, edhe ram tap në gjumë. Ja futëm një orë gjumi, një orë ca. Edhe tani ka vajtur ora 7 mbas ditës. Mami me babin janë andej. Mami po flet në telefon me motrën e vet. Babi po bën xhiro gjithë shtëpinë, nuk e di ku të ulet, nuk e di ku të shkoj, sepse babi sa zgjohet, bën një ding 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 te koka, edhe do
të pi direkt kafe, edhe tani nuk e ka pirë akoma, edhe po i ikën petlla. Prandaj themi të vishemi avash të shkojmë për një kafe këtu poshtë te lagja. Babi kur vjen këtu, pin kafe 3-4 herë në ditë, që të kuptoni që pa që u kthem nga Kruja, unë me mamin u kthem direkt në shtëpi, edhe ushtrim, edhe babi vajti një herë të pi kafe te Lulishtja. Lulishtja është bari që kemi këtu afër te shtëpia, edhe pastaj erdhi në shtëpi që të flegjum. E pin kafen që të flegjum, e kuptoni juve. Domethënë nuk është mirë babi. Mami nuk deshte të dalë shumë, po tha hajde do vi edhe unë me juve. Unë fjeta me make-up, edhe nuk jam për lyer. Mirë jam. Nuk është gjë e mirë të flesh me make-up në përgjithësi, se nuk bën mirë për lëkurën tënde, po ashtu si isha që përtoja aq shumë, bëj çdo gjë, dhe thash do flegjum, s'ka gjë. Për një ditë nuk na prishën shumë punë. Gjithë ditën veç po të shti. Jam kështu gjithë rrugës. Afshu. Vesha prap të njëjtat xhinkse, ndrova veç bluzën, vesha këtë trigjen të bardhë, të vedhe një palto nga lart të mos stojnë, dhe jemi gati për kafe. Tu. Ma, babi sa herë në ditë pi kafe? Këtu kur jemi në Shqipëri, ke në Greqi 2 që është në punë, këtu që jemi në Shqipëri, sa herë dele, plerat e edhe do pi kafe. 15 herë në ditë. Do vej të blerën në një paku makarona, do pi një kafe. E bo një vetës, hajde. Mami e di sa me fat jemi që sa dolëm për kafe. Më flashu që na ngrit Elana për kafe. E kishim vlen makinën në këtë rrugën këtu, në këtë rrugicën, edhe sa dolëm nga shtëpia pam polica, thamo e hangra. Edhe sa arriti polici te rruga jon, te radha jon. Një makinë para nesh është polici dhe shkruan atë. Si duke vënë gjobat. Po vën gjoba, edhe babi arriti e mori makinën iku me vrap edhe po qeshte. Ja ko e gjepa. Mbas kafes, erdhëm në kuzhinë. Mami ka vënë pak veska po zjen, për darkë do i hani veskat. Edhe për nesër. Do i han. Do i hani. Do i han më. Do i han më. Edhe unë do me thënë. E pa tjetër. E pa tjetër, okej. Aha, super. E salat me marrone. Super dark. Mami më premtovi që do më bëj pilaf për dark. Se vajtëm që parë në restorant në Kruj, edhe kishte atje pilaf me pule. Edhe thash, Pul me pilaf. Pul me pilaf, ha. Pul me pilaf. Edhe thash unë, këtë do marë. Se më hajshe. Sa vjen ai të porosisi, mi themi edhe një pul me pilaf, tha pula me pilaf është për shumë veta. Se bëjmë një pul të tërë për pilafin. Është për 3-4 veta. Është për 3-4 veta. Edhe tha, duket nuk e keni parë çmimin. Pam pastaj çmimin ishte 40 euro, 40.000 lekë sa ishte. E tham, okay. E më thot mami s'ka gjë që do të bëj unë dark pilaf në shtëpi. Po vajti vonë, mami përtoi, s'më bëri pilaf. Jo, nuk përtova Elana. Nuk përtova. Më nxorët me zor. Unë piva kafen këtu që të rrit gatua, juve më deshit me zor të dalë të pim kafe të dy. Të nxorëm me zor, po fitove 30.000 lekë, që nuk e hangre gjobën. S'vaj faleminderit. Mund të shkoni të dy edhe ta fitoni gjobën brap. Pa erdhur unë. Jo kam vënë këtu brenda te dollapet tani, se nuk kam marr tripodin tim me vete. Nuk kam marr as lensin tjetër që kam për kamerën, që është i madh edhe nxjerr skenam të bukura. Nuk ju nxjerr afare skena të bukura, sot po skaq. Për Krujen që nuk fola fare, që harova. Më pëlqevi shumë. Ishte shumë i mirëmbajtur, edhe muzeumi më pëlqevi shumë. Mësova sot që Skënderbeu është nga Kruja, ka lindur në Kruj. Kishte edhe shumë turista. Kishte edhe shumë grek. 2-3 familje ishin grek. Edhe ndjem krenare, thuaj. Edhe ndjem krenare për Skënderbeun. Për krenare në gjithë botën, e ka bërë Shqipërinë të njohur në gjithë botën, që në atë kohë, në ato vite, ka qenë edhe luftëtar, edhe diplomat, edhe strateg, ka qenë shumë njeri për të cilin duhet edhe duhet jemi gjithë një krenar, gjithë brezat. Atë që tha mami. Ka ishte të lartë. Atë që tha mami, fix atë kisha në mendje që do thoja. Po, s'po gjente do të fjalë. Po, nuk i gjeja fjalët e tha mami. Asu nuk i gjeta fjalët e dura, se që të përshkruash një person kaq të lartë, duhet të flasë shumë më tepër me fjalë shumë të bukura. Për atë janë shkruar me mira libra nga shumë evropianë, jo vetëm nga shqiptarë, se ka qenë një person kaq i lartë, po ne
si popullor që jemi, mundojmë ta shprehemi sa mundemi me fjalët tona. Po. Ke të drejtë për të gjitha. Je dakord me mua? Jam dakord. Jam super Po dakord. jeti dakord me fjalët e mia, me këtë fjallim. Kjo këtu është teknikë e re, po nuk doni të bëni pisë pjata thika e këto? Kjo nuk është teknikë e re, kjo është e vjetër Elana. Është e vjetër. Ti gabon. Se dia unë këtë. Unë vetëm me thik dia që. Pusnim nga baça, i lani mi që aty në çezme, për mosen që mund t'i kafshoni me kështu. Jo, se kështu nuk ishin puthulle, nuk ishin të shishme, me xhikrip. Po që është teknikë e vjetër. Është teknikë e vjetër. Po doni ta përdorni, super teknikë. Me dorë, tuk, edhe U bë sallat. u bë sallata. Kaq. E veskët këtu, e sallat këtu, edhe mamin këtu, çfarë tjetër dua në këtë jetë. Tjetër do. Unë ndërkohë duhet të avash të filloj të bëj edhe robat gati, t'i vem në për çanta, sepse si ju thash nesër, ne nisemi për Athinë. Edhe do zgjohemi në orën 5 e mëngjesit, që të nisemi, të mos na kap edhe trafiku, edhe vape, edhe të gjitha këto. Do bëjmë edhe një ndalesë në Igumenica, në një vend në Greqi, në të cilin jeton edhe motra e babit. Do shkojmë për një vizitë. Kështu që prandaj duam të nisemi edhe herët, që të mos na ze pastaj darka në rrugë, të arrim shpejt në Athinë. Këtu brenda kam ndërkohë edhe dhuratat që më dha motra në Itali. Më ka vënë brenda këtë këtu, e cila kjo është si tip furçe, është jo këtu, e cila është kur i bëj unë flokët, se motra e din që unë i kap gjithmonë kështu flokët, i bën kështu me këtë. Jo tani, po kur t'i kem të kapura mirë, ato qimet që janë në ajër ose nuk duan të rinë, i bën pak me këtë, tuk, edhe ngjiten të koka. E kuptoni, që ti stilosh flokët është. Pastaj kemi këtë, e cila ka dalë shumë në mod. Është byzylyk për në dorë. Mendojeni në behar me një fustan kështu beharore. Besoj duket shumë bukur. Më la edhe këtë, e cila është kapse, edhe kur i kap flokët kështu mbrapa edhe mbrapa në kokë edhe duket bukur, e cute. Edhe më la edhe këto earcuffs, të cilat i kishte marrë për veten e saj. Motra në përgjithësi nuk i para kap flokët lart, kështu që mi dha mua që unë i kap më shumë flokët edhe janë që t'i vesh këtu. Mami po më pa me këto, jam e sigurt që do më thot që jam si lop, si ato lopët që i kanë ato të veshët. Jam e sigurt që do më thot. Po s'ka që. Rëndësi ka ta më pëlqejnë mua. Pastaj gjithë të tjerat nuk më interesojnë mua edhe shumë. I mbyll tani edhe këto, t'i ve brenda në valixhe edhe të filloj me robat. Bizhamkat nuk i kam shumë stylish. Nuk dukem si modele me këto bizhame. Nuk do kisha mundësi të luaj në një reklam. Kam veshur ndërkohë nga poshtë këto pantallonat të cilat kanë lart arushka, bluzë me mëngë të gjata e cila më ri si fustan, edhe nga lart këtë bizhame të cilën e gjeta këtu te sirtaret e motrës, është e motrës, edhe kam veshur nga lart se kam ftohtë. Këto ka. E sollu edhe nga Greqia, them ti le këtu sepse kaq cop që janë, nuk ja vlen ti marr mbrapsht. Outfit of the night. Nuk e di po jeni mësuar me ato influencerat që veshin satin bizhame që janë sete, lart e poshtë të njëjtat, këte janë ditu. Në këtë kanal, këtë kemi. Kështu jemi rritur, kështu jemi mësuar. Ne nuk blem bizhame në këtë shtëpi. Bizhame bëhen robat që nuk dua më, që nuk veshim më. Këto janë traumat. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside. Ma në fund u kthem në shtëpi në Athinë, jam e kputur, jam e lodhur, nuk di qa po them në këtë moment. Jemi gjithë ditën në rrugë, edhe arsye që nuk ju kam folur është sepse mua më ze tepër shumë makina. Të tipit nuk e duroj makinën, sepse sa hyj brenda, fillon më ze koka, filloj ndjem që dua të vjell, edhe vetmja gjë që bëj kur udhëtojmë me makinë është të flej gjumë. Po nuk jam e shtrirë edhe jam kështu e ulur edhe shikoj para, jam okay. Po e ka pa telefon në dorë, atje më zuri koka, ika. Prandaj zgjedh të flej gjumë, që gjumi që bën në makinë nuk krahasohet me gjumin që do bësh
flash në krevatin tënd, në shtëpinë tënd. Prandaj është sikur nuk kam fjetur gjumë barabart. Jemi nisur sot në orën 6 e mëngjesit, u zgjuam nga ora 5 edhe kemi arritur në shtëpi në orën 8 e darkës. Babi shkreti punon edhe nesër edhe ishte gjithë ditën në timon, edhe unë thjesht u ktheva në shtëpi, bëra një banjë edhe hapa kamerën që t'ju flas. Nuk kam bërë asgjë tjetër, dua thjesht të thaj pak flokët, të vë edhe një mask në fytyrë sepse lëkura ime tani po thëret, po vuan, po më thot Eliana më ndihmo. Prandaj besoj ka super nevojë një mask. Dua të zbras edhe çantën time me rrobat e mia, t'i vë të gjitha për të larë, sepse nesër duhet të filloj edhe ditim, edhe kam edhe punë të tjera që duhet të bëj. Edhe në përgjithësi jam edhe e sëmur tani. Edhe nuk dua të bëj asgjë. Dua thjesht nesër të ri gjithë ditën në krevat, jo të fligjum, thjesht të ri kështu në krevat gjithë ditën, të mos bëj asgjë. Po nuk kam mundësi ta bëj këtë. Herën tjetër që do shkoj në Shqipëri, do marr avion, sepse nuk e duroj më makinën. Mos u trembni, un jam, thjesht kam vënë një mask, edhe hapa videon veç që t'ju tregoj që kam vënë këtë maskën këtu, e cila është nga Biodance. Më duket edhe kjo është markë koreane. Edhe kam parë edhe shumë në Instagram nga shumë influencera që thonë që e vënë gjithë natën, domethënë e mbajnë në gjumë këtë mask. Unë nuk besoj që mundem të fle me këtë. Mund ta mbaj ndonjë orë derisa të fle, por kam parë që nga këtë ngjyrën që ka tani të bardhën, bëhet e të dukshme, sepse kjo ka kolagjen brenda maska, e thith fytyra edhe mbetet veç, domethënë e të dukshme, veç plastiku. E vura në provë edhe thash t'jo tregoj edhe juve, edhe është që të hidratoj fytyrën, që të minimizoj porët e fytyrës, edhe për firming. Ndërkohë që e vura maskën, them të bëj pak punë, edhe pse ora është 10:30 natës, unë jam e vdekur, por dua të heq qafe disa rilsa që dua të bëj gati për nesër, edhe për javën në përgjithësi, edhe them të merrem tani me pak rilsa për ndonjë orë derisa ta mbaj maskën, edhe pastaj të fle gjumë. Pap. Hëngre dhe pak pilaf, në bëri mami pilaf, se e mbani mend që ma kishte premtuar që të më bëj pilaf, mua më kishte ngelur te mendja. E na bëri tani sa u kthem, e kishte bërë të mrekullueshme, fantastike. Unë vazhdoj dhe flas kështu ndërkohë, shifemi pastaj. 2000 years later. Ora është 2 natës edhe unë nuk mundem të flet se po më je besti kjo maska. Më kishte zënë gjumë edhe tani u zgjova prap. Kështu që do ta heq. Është e të dukshme, ka ikur ngjyra siç e shikoni, nuk e di si ka mundësi t'ju flas në këtë moment, po flej gjumë, nuk e di as ç'a po them. Përshëndetje, nga një ditë tjetër. Kam disa ditë pa ju folur, sepse ditët e fundit thjesht kam dendur në shtëpi, kam edituar, edhe më në fund gjeta pak kohë të dal për një kafe, se dita sot ishte shumë e bukur edhe unë isha gjithë ditën në shtëpi, por ja që erdhi ora, është mbasdite, erdhi shoku im të më marr sa u kthe nga puna, edhe po shkojmë për një kafe të shpejt. Po, shumë bukur. Ti si ke kaluar? Si në punë. Si në punë? Si ndjeve që sa u ktheve në Athinë nuk arritet marrësh frym edhe pa gjumë fare vajtën punë direkt? Super. Prap të premten do ikim për Shqipëri për bazarin që ju thash, edhe pastaj duhet shkoj edhe në shtëpi të bëj një pastrim të vockël në dollapin tim, sepse un kam gjatë shuar 3 kuti në Tiranë me rrobat e mia, por pronontova bileta me avion edhe kemi 2 valiçe brenda. Një unë, një çuni misterios, sepse nuk do jem vetë të bazarit, do jetë edhe çuni misterios atje. Do vi edhe unë. Normale që do vish edhe ti. Po. Edhe me që kemi valixhe, thash të shoh mos kam edhe ndonjë robë të re që dua ta heq nga dollapi im, që ta sjell edhe atë te bazari, do e bëjmë pastrimin pastaj bashk, që të shikoni edhe juve ça mund të gjeni, po të vini. Jo po të vini, do vini. 3 maj, te piramida. Do jemi atje, po unë do ri fshehur. Ti do rish fshehur? Po. Ku do rish ti? Posh nga tavolina. Posh nga tavolina? Mirë, po të vini kërkoni posh nga tavolina, se mund të gjeni dhe çunin misterios diku atje. Arritëm te kafja. Sa u ktheva në shtëpi, edhe po më haj
të bukë, sepse nuk kam ngrënë drek, ora ka vajtur 7 e mbasdites. Dhe tani do haj dark, se vajti ora për darkën. Po nuk hëngra drek, sepse po editoja çfarë, edhe po përtoja të ri të gatuaj diçka. Mami kishte gatuar, po çaj kishte gatuar është halli. Ai kishte bërë fasule për sot. Edhe unë fasulet nuk i haj. Më shpejt jetën nuk mundet t'i haj, ç'a të bëj? Kështu që tani them të bëj makaronka, që janë të thjeshta, të shpejta, edhe të haj diçka edhe unë më në fund. Ka filluar edhe po më dhem koka. Edhe thoja pse kam dhimbje koke unë tani? Edhe thash, pse mbase nuk kam ngrënë. Makaronka të zeza, tenxhere të vockël, edhe salsa jon pesto rosso. Këto janë ingredientet që na duhen për këtë darkën sot. Ndërkohë, desha t'ju tregoj se harova që në Kruj vajtëm edhe blem një tas, prisni. Shikoni, e mbani mend që kisha thënë që më pëlqejnë shumë ato punimet që kishin bërë me dru. E pash këtë tasën, thash, shumë e bukur, edhe për sallat, edhe për fruta, edhe për çdo gjë. Është super cute. E morëm më duket 9-10.000 lekë, diku atje. Super çmim për pjatë prej druri. More edhe këtë si kulet, ta themi, si çantë e vogël. Është punuar në dorë, edhe prandaj më pëlqevi shumë kjo, ka këto ngjyrat tradicionale, duke domethënë. Edhe e bleva dhurat për Stelën, për shoqen time, sepse edhe Stella çdo herë që shkon diku më kujton, më blen diçka nga çdo vend që viziton. Edhe thash pse jo, e mendova edhe ja more. Edhe këto ishin blerjet nga Kruja, thjesht kisha harruar t'ju tregoj. Mamin kur ika për kafe e lash këtu te divani. Edhe tani që u ktheva e gjeta prap këtu te divani. Sa e urtë që jam unë, ku më le me gjem, nuk lëviz nga vend, jam qup e mberë. Është me mbrua e mberë. Je qup e mirë. Qup je. Gjup. Qupka. Elena. Ha. E di çfarë kam gjetur tani këtu. E ka rritje të shkon, nuk është e bukur kjo. Jo, mami në ka kapur mania dhe thjesht do të blej gjëra për shtëpinë. Gjithë orën, shikon, në Jusk, në Peko, në çdo dyqan që ka gjëra për shtëpinë, është atje. Lurka ti më tregove sa bukur i kam rregulluar aty. Mami tani vajti solli kishin disa lule në Shqipëri, të cilat që kur ishin nga dasma. Nga dasme motrës. Lule plastike. Lule plastike, po. Falso. Edhe i kishte të gjitha atje bashkë në një si tip kuti, i mori të gjitha, edhe i solli këtu, edhe i ka vënë në për vazo. Prisni t'ja tregoj, bukur i ka bërë. Bukur i ka bërë. Te vazoja e parë kemi këtu trandafila. Te vazoja tjetër ka vënë mami orkidea. Do me thënë, këtë të bardhën e kishim të shtëpia barabart, por solli mami dhe këtë rozën me të verdh, edhe i bashkovi dhe duket disi kështu mua shumë më pëlqen. Kjo ngjyra rozë me të verdhën ka dalë edhe shumë në mod e verdha si vjet. Këtë lulen për shembull, unë dhe desha të kem petakat. Do ta kput njerën edhe të mangjitësh në një paltaka. Po me pse jo? Edhe këtu kemi vazon e fundit. Këtu e kam mbushur me lulka mami. Këtë vazon e morëm herën e fundit që vajtëm për shopping në Jusk më duket. Edhe ka vënë këtu 3 kg lule, po mua edhe kjo më pëlqen shumë. Ky tapeti që ka vënë këtu në hol nuk më pëlqen fare dhe nuk e kisha vënë re deri tani. Po është super e shpifur. Elena, tapeti është provizor. E hoqa atë grin që kisha, e hodha, e bura këtë që kam në dhoma ime, derisa ti mbledh ti laj, edhe di çfarë do marrë, çfarë mendova të marrë pra? Ja, na thuaj. Si ato që keti në dhoma jote, po që janë më të gjera. Edhe këto ishin dekorime të reja në këtë shtëpi, me klaritën AK, e cila që nuk ka shpikur deri tani. Edhe një blerje akoma që nuk ja kam treguar, prisni, është kjo guverta këture. Te video nuk duket fare bukur, por në realitet, mua shumë më pëlqen, është jeshile, edhe e blem në Temu. Edhe arsye që e morëm jeshile është sepse unë desha këtu edhe pak kotëve, pak ngjyrë, te dhoma ime, që është e gjitha e bardhë e bejsh, që më pëlqen. E vërtet është më pëlqen shumë, se të qetëson trurin, po do edhe pak ngjyrë, që ta thyesh këtë të bardhën, që të mos ndihem që jetoj në një spital për shembull, e kuptoni? Edhe prandaj e mora këtë jeshilkën, mua shumë më pëlqen. Ka këtë materialin super cute të butka. Edhe këto 2 kapse këtu i mora nga Temu. Nuk janë shumë të bukura për behar, lulkat. Kjo është ngjyra ime preferuar. E tani nuk do duket bukur, jam e sigurt. Nuk e di po duket gjë.
momentalisht. Po unë po mundohem t'ja u tregoj, okej. Edhe blerja e fundit nga Temu, se ja u tregova të gjitha, do ja u tregoj edhe këtë, është në banjë edhe është kjo këtu. Morëm kosh të plerave të re, po e morëm kështu estetik prej druri që të shkoj me banjën ton. Nuk duket shumë bukur. Mua shumë pëlqevi. Harova, kemi edhe këtë. Të e mori mami sepse kishim shumë gjëra këtu lart, edhe nuk gjente rehat kur pastronte, kur lante, domethënë lavamanin e këto. Edhe tha, do I ve të gjitha këtu. E vari këtë, kjo më duket është me ngjitës nga mbrapa, edhe thjesht e vuri në mur, edhe ka vënë këtu sapunet e fytyrës, këto për dhëmbët. Mua nuk më pëlqen edhe shumë në sy, po I thash, mami, e di qa, bëj qa të duash. Këtë ja lejova. Nuk e mbaj mend po ja kam thënë, por ne kemi një komshi, e kemi ngjitur te hyrja jon, I cili është në moshë të madh, nuk punojnë se kanë dalë në pension, të dy është një burrë dhe një grua, edhe lart te taraca kanë bërë një si tip baç. Edhe mbjellin atje shumë gjëra, si tip marule, si tip edhe lule, dhe çdo gjë. Edhe vjen para 2-3 ditëve e komshiu, edhe ishte atje me këtë qesin, në të cilën brenda kemi marule të freskët edhe qepkat e njoma, të freskëta nga baça, edhe me I solli, edhe tha që po doni, hajde në kur të doni, kaloni, mirëni, këpusni dhe hani. Edhe shumë cute ishte kjo, ne I solli dhe po hajmë sallat të freskët tani. Ndjem sikur jam të fshatim. Janë gati edhe makaronkat, vura edhe salcën, tani do I ve në një pjatë, do vej nga lart edhe pak parmigiano, pak djath. Sepse makaronat pa djath, mua nuk më shijojnë, o vlla. Pa djath, nuk ka lezet. Kurse me pak parmigiano, bëjmë. Tani po mundojmë të nxjerr rroba, po shikoj qa kam, qa s'kam, qa dua, qa s'dua. Kam nxjerr disa. E para, për shembull, që nxorë që të çej në Shqipëri, është ky fundi me pala, I cili është super cute, thjesht unë ndjem që nuk më shkojnë fundet shkurtra. Një vajzë tjetër mund të gëzoj shumë më tepër se sa unë. Është e re, e kam veshur një herë. Kemi edhe një fund tjetër, I cili është I gjatë deri poshtë. Ky ka këtë materialin si tip satin, një palë sorç të zeza, edhe kanë këtë materialin si tip lino, shumë të bukura për behar. Një bluzë e trash me jak, edhe është me vija të zeza. Një palë streqe, të cilat janë nga H&M, super cute, super të bukura, kanë këtë ngjyrën neutrale, le të themi, që shkon me të gjitha. Edhe një bluzë për palestër, për gjimnastik në përgjithësi, që është disi kështu, edhe në kuris ka këto ripkat kështu të bukura. Do keni çantë Michael Kors, 100% origjinale. Do sjell edhe këto, të cilat janë shapka për behar, super të bukura, mua shumë më pëlqejnë. Thjesht I kam marrë në mas 37. Unë masën e kam 38. Nuk më bëjnë, nuk I kam gëzuar, nuk I kam veshur asnjëherë, shikoni. Sa që në më vjen për këtë nuk mundeni të kuptoni, po nuk më bëjnë, ç'a të bëj? Taka Zara, të cilat mi kanë bërë dhurat, I kam veshur një herë, edhe nuk më bëjnë në këmbë se I kam të mëdhaja. Edhe taka të fundit që do ju tregoj për sot janë këto, në këtë ngjyrën burgundi që ka dalë shumë në modë. E kanë takën të shkurtër, për ju që jeni si mua edhe nuk mundeni të vishni taka të mëdhaja, se unë nuk hec dot me taka të mëdhaja, nuk I duroj në këmbën time. Do keni edhe këto, të cilat edhe këto I ka marrë numër 39, pa dashje. Unë do vazhdoj me pastrimin e dollapit tim, do heq edhe rroba të tjera normalisht, thjesht thash t'ju tregoj disa produkte që mund të gjeni te bazari të shtunë, po ju le të vazhdoj. Është vonë, unë se lava fytyrën time dhe mkat e mia dhe jam bërë gati për gjumë, prandaj diku këtu them t'ju le. Kam bërë edhe 2 paqis këtu në mes të ballit, se çat bëj atje më dolën puçrat, edhe ne do shifemi te bazari, jo te videradhës.